Po, hoqë qysh me moj qëtësinë edhe mas Bajramit, me këta personat cilët po thu që edhe vetë, edhe policia deklaran që ka ma pak rastet incidenteve, dhe në familje shohi ma pak debate, diskutime, edhe gjithë që në rrethon është ma e qetë. Si me erujt këta këtë qëtësi? Në pikat të shkurta, kisha dashur të lidhem me pyetjen e Labit, që ja parashtrove. Njeriu kur ka gara të mëdhaja, kur ka përballje të mëdha, duhet të përgatitet paraprakisht. Edhe Ramazani, duhet të përgatitet besimtar për muajin e bekuar të Ramazanit. Janë disa muaj që janë të veçantë, janë të ndalluar në Islam. Për shembull është muaji e Rexhep, që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, është muaji i Allahut, që është 2 muaj para Ramazanit. Tani është muaji i Shaban, që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, është muaji imi. E neglizhojnë këtë muaj shumë njerëz, edhe thuhet se pejgamberi alayhis salam nuk ka agjëruar më shumë në muajt e tjerë asnjëherë se sa në muajin Shaban, përveç në muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe thotë është muaji Ramazan, është muaji i umetit. E pastaj agjerimi i pejgamberit alayhis salam ka qenë të hanët e ajte, sunet i pejgamberit alayhis salam me agjeru të hanët e ajte. Ne sikur kur po kalon Ramazani, po shkputemi prej agjerimit. Edhe madje kur po vije Ramazani pas një vite, ne po hym direkt në agjerim, drejt pas drejt, edhe padyshim që ajo distancimi prej pijeve, për atyre gjëra që ne i konsumojmë çaje, kafe, buke, ku ta diun, atëherë na dhembe edhe kuka dhe bombi pak ma ankohemi. A ju pranohet këtyne? Po gjithsesi që ju pranohet bile këta besta kanë edhe shpërblime, sepse Allahu i llogarit për shkak të vështirësisë që kanë. Për shembull, ai që konsumon shumë kafe, shumë çaj, ka hek dorë prej asaj dëshirës së tij. Edhe vështirësia është në vazhdueshëm në Ramazan, ai ka shpërblime padyshim edhe padyshim që i pranohet. Si ta menaxhojmë Ramazanin, gjithsecili prej nesh dëshiron ta di se a ka arrit Ramazani të Zotit fuqiplot. Dhe kjo kanë thënë dietarët ulemaja, është shumë e lehtë me ditë njeriu. Le ta shiqon veten se apo kthehet ku ka qenë para Ramazanit, apo po vazhdon me mësimet që ja ka dhënë Ramazani. Nëse vazhdon me mësimet që ja ka dhënë Ramazani, agjerimi, atëherë le ta di se agjerimi i tij ka arritur në vendin e duhur. Nëse i kthehet përsëri atyre mëkateve, le ta di se agjerimi i tij ka mbet ajo thënia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ka prej tyre që nuk përfitojnë asgjë përveç etjes edhe urisë. Pikërisht se e shpjegove edhe pak më herët që ai i cili është i dëmtuar, lutja e tij është më e fuqishme tek Zoti dhe më e pranuar.